Një ekspozit me materiale dhe foto nga dita e çlirimit të Korçës është çelur te qoshka e koleksionistëve në Pazarin e Vjetër. Koleksionisti Mirgen Shambli tregon se kjo ekspozit përfshin ditën e parë të çlirimit, momente festive, buletini i luftës, por edhe programi Radio Korçës në këtë ditë të parë të çlirimit të qytetit. Janë materiale nga çlirimi i qytetit, është dita e parë e çlirimit, momente festive në qytet. Gjithashtu kemi dhe materiale, domethënë trakte që janë shpërndarë të kohës, është buletini i luftës nacionale çlirimtare edhe shumë materiale të ndryshme. Theksoj këtu se kemi domethënë edhe materiale nga Radio Korça, kemi programe të asaj dite. Domethënë është një ekspozitë me një larmi tematikash brenda, domethënë të cilat mund t'i zgjerojmë me kalimin e kohës. Koleksionisti ka edhe një apel për emetimin e një pulle me ditën e çlirimit të Korçës. I bë një thirrje dhe postës shqiptare që të emetojnë një pullë me ditën e çlirimit të Korçës. Ky është mesazhi. Ekspozita do të qëndrojë hapur për disa ditë me radhë për të gjithë qytetarët dhe vizitorët e interesuar për të njohur me faktet, dokumentat dhe fotot e prezantuara.